dihet agresori. Nuk ka dhe nuk do të ndodhë rishkrimi historisë. Lufta ka ndodhur në shekullin 20. Prandaj duhet shikojmë pa drama, pa teatr, pa spektakle, por të pranojmë realitetin. Por me që përmenden gjërat jo të qëndrueshme, atëherë detyrohemi edhe që të numëroj disa fakte para jush. I pëlqeu dikuj apo jo? Shteti i Serbisë në konfliktin e Kosovës ka vrarë 13.500 civil shqiptar. Aparati shtetëror i tyre, formacionet e tyre ushtarake, policore, paramilitare, kanë dhunuar rreth 20.000 frema shqiptare. Për 13.500 civil shqiptar të vrarë, asnjë i akuzuar, e lërë më i dënuar. Për 20.000 femra shqiptare të dhunuara, asnjë i akuzuar, e lërë më i dënuar. 1 milion shqiptar të dëbuar me dhunë nga shteti i Serbisë. 40% të infrastrukturës në Kosovë e shkatruar. I akuzuar Slobodan Miloševići, por i pa dënuar. Ka 400 masakra kundër shqiptarëve, asnjë i akuzuar, e lërë me i dënuar. Vetëm në fshatin Izbic, 160 të vrarë. Njerëz të moshuar, gra, fëmijë. Në Krush, 250 civil të vrarë. Gra, pleq, fëmijë, 64 të pagjetur. As kush i akuzuar e as i dënuar. Në fshatin Mej, 360 fëmijë, gra, pleq, civil të vrarë. As i hetuar, as i akuzuar e as i dënuar askush. Në fshatin Studimi, 116 të vrarë, askush i akuzuar e dënuar. Dhe vazhdojmë me Reçak, Rezall, Obri e masakrat e tjera. Ndërsa, ata që thirrën shumë në drejtësi, theksoj se luftetarët e Kosovës kanë kaluar disa prej tyre nëpër procedurat e drejtësisë se misionit e OKB-s, do thotë UNMIK-ut, paralelisht me tribunalin e Hagës, EULEX-it, tash e 20 vite. Kosova nuk e dashur të tregoj përgjegjësinë e lartë shtetërore, nuk e besuar në të vërtetën, nuk e besuar në drejtësi, në partneritet me Bashkinë Ndërkombëtare, me Bashkimin Evropian, e ka themeluar vetë dhomat e specializuara, do t'i përgjigjet autoriteteve të tyre me një proces të përgjithshëm dhe transparent, e kredibil. Por gjithashtu më lejoni të theksoj se pavarësisht pse jemi viktima, sot në Kosovë me tepër ka të dënuar shqiptar për krime lufte se sa serb. Ndërsa në Serbi asnjë serb nuk është dënuar për spastrimin etnik dhe 400 masakrat e kryera në kundër shqiptarëve në Kosovë. Madje atje nuk është mbyllur apo nuk funksionon fare azyra për krimet e luftës. Unë plotësisht besoj në luftën e drejtë që kemi zhvilluar, sikur që në të njëjtën kohë nuk e kontestoj që ndonjë luftëtar ka devijuar nga fisnikëria e luftës së lirisë. Ju faleminderit.